Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në madhreshëm e falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wa salam, salata dhe selam i dërgojmë. Nderuam vëllezër, në ligjëratën e kaluar kemi përfunduar tregimin e Musait alayhi salam me Khidrin dhe po ashtu ju kemi premtuar se inshallah këtë ligjërat do ta mbajmë duke i përmendur dobitë dhe urtësitë që nxjerrën dhe përfitohen nga ngjarja e Musait me Khidrin. Natyrisht se këto dobi janë të shumta, ka prej dietarëve që kanë përmendur mbi 60 dobi, mirë po ne inshallah do t'i përmendim vetëm disa që e shohim të rrugës dhe të arsyeshme që mund të na bëjnë dobi inshallah neve në përgjithësi. Si pikë e parë apo dobi e parë që nxjerrët nga kjo ngjarje është se njeriu besimtari musliman duhet ta shpeshtojë sa më shumë thënien nuk e di dhe shprehjen Allah e di më së miri. Shpeshherë ndodh të pyetemi për disa gjëra që ndoshta nuk kemi njohuri, nuk jemi të sigurt, nuk jemi kompetent, mirë po fatkeqësisht dojmë përgjigje duke mos e shikuar dëmin dhe përgjegjësinë që e kemi pas atyre fjalëve apo pas dhënies së asaj përgjigje. Dërun vëllezër një gjë do të më pas parasysh. Çdo kush që përgjigjet për çështjet fetare, le ta dinë se është duke nënshkruar në emër të Allahut. Prandaj çdo herë kur pyetesh diçka për fenë e Allahut, para se t'ja japësh përgjigje, duhet të mendosh se je duke nënshkruar në emër të Allahut. Do të thotë Allahu kështu ka caktuar, Allahu kështu ka thonë. E kur ta thush fjalën, dije se më nuk ka kthim mbrapa. Dije se Allahu do të merr në llogari për çdo nënshkrim që e ke dhënë në emër të tij. E ta shtymat e vetën, e ke thonë me dituri, e ke thonë me bindje dhe ke qenë i sigurt, apo ke thonë e ka një dyshim, apo edhe ndoshta e ke thonë duke mos e ditur përgjigjen fare, mirë po vetëm për të mos u skuqur para të tjerëve. Fatkeqësia më e madhe nderuar vëllezër ndodh kur njerëzit jo kompetent shpesh herë dhojnë përgjigje duke qenë njerëz kompetent po në andej. Shpesh herë ndodh të pyetet hoxha dhe të përgjigjet xhamati, duke u ngutur për të treguar se unë e di këtë përgjigje. Dhe kjo ndodh si rezultat se nuk e dimi përgjithësinë e fjalës të thënë për fenë e Allahut të Madhreshëm. Për këtë në kohën e sahabëve ndodhte që dikush të pyetej diçka për çështjet fetare dhe secili prej tyre thonte pyete filanin derisa i vente radhazi për s'dyti, pastaj përgjigjej. Tregojnë nxënësit e Imam Malikut se Imam Maliku aq shumë e ka përdorur shprehjen nuk e di, duke thënë Allah e di më së miri, nuk e di, saqë thonë po ti shkruaja shprehjet, thënjet nuk e di, do t'i kisha mbushur fletorët. Po e quaj kushtimisht fletorët. Mirë po kanë thënë për shkak se në atë kohë ka qenë e vështirë, gjiten fleta, thotë jemi mjaftuar me shkru vetëm përgjigjet që i ka dhënë. Mirë po ndryshe, po ti shkruanim se sa shumë e ka përdorur shprehjen nuk e di, kishmi mi mbush fletorët tona. Para mëne kush ka qenë Imam Maliku. Ndërsa dijet tona janë minimale për fenë islame dhe prapë dhojmë përgjigje, thotë që jemi dietar të botëror. E kjo ndodh si rezultat se nuk e dim përgjithësinë e fjalës së dhënë. Për këtë është thënë, ti je pronar i fjalës tonë derisa ta nxjerrësh nga goja. Në momentin kur e nxjerr nga goja, ti tash bësh rob i asaj fjale, para njerëzve, por edhe para Allahut ditën kur do dalin para tij. Po ashtu nderuar vëllezër, si dobi që mund ta nxjerrim nga kjo ngjarje është që sado që të arrish në dituri, është dikush më i ditur se ti. Pra nuk bën që dituria të bëhet sebeb që ti të bëhesh mendje madh, edhe ti të krahasohesh me të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, kush mëson dituri për të dukur, për të mburrur para të tjerëve, nuk ka meni erën e xhenetit. Po këta dietar thonë, dija është sebebi kryesor për të futur në xhenet. Mirë po është edhe sebebi kryesor për ta humbur xhenetin dhe për të futur në xhenem. Kur të rrok fitnaja sprova e dijes. E sprova e dijes rrok në dy raste. Në qoftë se bëhet shkak që ti të bëhesh mendje madh, edhe në qoftë se bëhet shkak që ti të mos punosh me atë që ke mësuar. Qoftë duke mos e praktiku, ose qoftë duke dhënë dije, ose duke dhënë përgjigje të kundërtën e asaj që ti e ke mësuar. Prandaj nderuar vëllezër, sado që njeriu të arrijë në dituri, prapë krahasim me dijen e Allahut është pak, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Prej Ademit alayhis salam deri te njeri i fundit sa që do të ekzistojë në këtë botë,
me mbledh diturinë e ta njerëzve. Krahasim me dijen e Zotit është e pak dhe kur gjë nuk është. Për këtë kur hypi Musa alayhis me Khidrin në anije, erdhi një zog dhe qëndroi në cep të anijes dhe piu pak ujë. Khidri për t'i tregu Musait alayhis salam dijen e madhe që ka Allahu, jo për të krahasu, mirë po vetëm për të dhënë si shembull, nga se me Allah nuk krahasohet askush. Allah është absolut. Mirë po tha, këtë pik ujë që e piu ky zog, çka ç'është dia jon krahasim me dijen e Allahut. Pra mënoj. Prandaj nuk ja vlen që ne të bëjmë mendje mëdhej për ato gjëra që e dim. Siç tha Imam Shafiu, Allah e mëshiroft, tha çdo aq më shumë që jam ngritur në dituri dhe kam lexuar dhe kam mësuar, aq më tepër e kam kuptuar ignorancën dhe paditurinë time. E ne ndoshta fatkeqësisht një libër e lexojmë dhe na merr mendja mu krahasu me dietarët të cilët jetën ja kanë kushtuar dijes. Fatkeqësisht, Allahu na fal. Si do bie tretë që nxjerrën dietar nga kjo ngjarje është se njeri, besimtari, nxënësi i dijes duhet jetë modest. Nxënësi i dijes duhet jetë modest. Musa alayhis salam ishte pejgamber. Ishte i dalluar nga pejgamberëve, prej ulul azmëve, mirë po kjo nuk e pengonte që të shkonte dhe të mësonte te dikush që ishte më i ulët se ai në grada dhe në vlerë dhe të mësonte dituri prej tij, nga se nuk i dinte ato gjëra. Prandaj edhe ne, në qoftë se ndëgjojmë për një njeri që ka dituri më shumë se sa ne, apo di diçka që ne nuk dim, nuk është turp dhe marrë me mësu prej tina. Pra nuk ban më bë sebeb mosha e tij, ndoshta është më i ri se sa ne, ose ngjyra e tij, ose nacionaliteti i tij, ose puna e tij, ose varfëria ose pasuria e tij, që ne të ndalim dhe mos mësojmë prej tina. Besimtari duhet jetë modest, duhet mësoj prej njerit kompetent, pa marrë parasysh gjendjen shoqërore të tij në shoqëri. Pa marrë parasysh a është i bardh ai zi, pa marrë parasysh a është plak apo i ri, pa marrë parasysh kush është ai në qoftë se ka dituri, edhe ne jemi nevojtar për dijen e tij, ne duhet më ul dhe më mësu para tij me modestinë më të madhe. Çashtu që ndodhi me Musa alayhis salam. Po ashtu nga ky tregim e mësojmë edhe rëndësinë e kërkimit të diturisë. Musa alayhis salam ishte pejgamber, ishte i thirrur që ta mësonte popullin e tij, t'ia shpjegonte fen popullit të tij. Mirë po e la këtë obligim të madh, duke u marrë me një obligim tjetër të madh, që ishte kërkimi i diturisë. Pra kena mëson për rëndësinë e rrugtimit për të kërkuar dituri, ashtu siç tha pejgamberi alayhis salam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush niset në rrugën e diturisë, Allahu ka më lehtësuar rrugën për në xhenet. Po ashtu nga kjo ngjarje mësojmë për rëndësinë e vendosmërisë. Që do të thotë, çdo herë kur do me nis një punë, je i vendosur, qysh në fillim, mos e nis atë punë me modyshe. Nga se nëse niset me modyshe me dyshim, ki mund dalë në gjys. Mirë po nisu me vendosmëri, se këtë punë e kam nis i vendosur dhe do t'i dalë në fund, nuk do ndalem. Qashtu që tha Musa alayhis salam, unë jam nis në këtë rrugtim dhe nuk do të ndalem së ecuri derisa ta takoj Khidrin dhe të mësoj prej tij. Pa marr parasysh sa më zgjat ky udhtim. Unë kam e taku, unë kam e ec, kam e udhtu, që shtu duhet jetë besimtari, sa do që të më zgjat kjo rrugë, sa do që të më zgjat hifzi i Kuranit, sa do që të më zgjat mësimi i leximit të Kuranit, unë e kam e mësu, edhe nëse më zgjat me vite. Po çështu do të më shikoj senet besimtari, me vendosmëri, dhe jo të plagështohet në gjys të rrugës, ose në fillim të rrugës. Po një gabim tjetër që ndodh tek ne është se ne kur e fillojmë një punë, na vjen mend një punë tjetër dhe këta e ndalim dhe e fillojmë tjetrën. Pas një kohë na vjen mend një punë tjetër, këta e ndalim dhe fillojmë atjetrën. Dhe kështu na nxjerr vdekja duke mos e çu asnjë punë deri në fund. Kënaj besimtari çat punë që e nis, me atë vazhdon, nuk mirret me tjetër sen. Po këta po du me pru një shembull për me bë sa më të qartë. Në qoftë se je duke e ndëgju një hoxh, do një seri të ligjëratave, vazhdo ngoje deri në fund. Mos e lën gjys këta duke filluar me ndëgju një tjetër se duket ndoshta më i mirë. Jo, pa e dash më nënçmu askand. Mirë po, çoj ata deri në fund, pastaj ndëgjoj këta. Nëse je i Zotit i ngoj të dytë, mirë po, nëse bëhet sebeb ndrimi i punës për të ndalë nga puna e parë, kjo padyshim që nuk është e mirë. Për këtë Ibn Kaimi ka thonë, Allah e mëshiroft,
ndodh që shejtani të ndalon nga një punë e mirë duke të bë mirinisë 10 punë tjera të mira. Mirë, po kur ti krahasosh kjo, që është vetë, është më e mirë se sa 10 tjerat. Mirë, po ai të cyt dhe ti bjen nërmen 10 punë tjera të mira për më të parandalu nga një punë që është më e mirë se sa 10. Prandaj atë që e nis, mos u ndal, mirë po që e dej në fund. Si dobi tjetër është Musa alayhis salam, çka i tha Khidrit? Kam ardhur me kërku prej te dituri, jo çfarë do diturie, mirë po i thash, mimma ulimta rushda, dituri që më nevojitet edhe më udhëzon nga rruga e drejtë edhe më çon xhenet. Prandaj edhe ne duhet kemi kujdes se çka mësojmë. Se ka dituri që ndoshta të çojnë xhenem, por këta duhet me mësu atë dituri që është e mirë, e dobishme dhe na lehtëson rrugën për në xhenet. Po ashtu si dobi nga kjo ngjarje nxjerrët se të ardhmen nuk e din askush tjetër pos Allahut. Ka se dikush mund ta fus në dyshim ngjarja e Khidrit, nga se Khidri ka bë veprime që kanë të bëjnë me të ardhmen. Për shembull, prishja e anijes, heqja e asaj drasës nga anija, mbytja e djaloshit, rregullimi i murit, kishin të bëjnë me çështjet e të ardhmes. Dhe mund të mendoj se Khidri ka ditë të ardhmen, jo. Nga se kur është taku me Musa alayhis salam i ka thonë kush je ti? Musa i ka thonë unë jam Musa. Pra nuk e ka ditë të ardhmen Khidri, mirë po e ka ditë vetëm në ato gjona që e ka informu Zoti. Mirë po në përgjithësi të ardhmen e din vetëm Allahu i Madhreshëm. Ktu ka qenë edhe pejgambert. Pra pejgambert nuk e kanë dinë të ardhmen. Mirë po kanë folur për të ardhmen vetëm në ato gjona që Allahu i ka njoftuar. Për këtë çdo kush që pretendon se e di të ardhmen është rënacak, është gënjeshtar dhe nuk ban të besohet. Për ta treguar një ngjarje e shkurt, po e tregoj me Sheikh Albanin. Pra ka qenë një njeri që ka thonë se unë e parashikoj të ardhmen dhe ka kërku debat me Sheikh Albanin. Mirë boll. Ka pranuar me dal debat, mirë po i ka thonë Sheikh Albani, për me vazhdu debatin, për me bë debat me ty e kam një kusht. Dhe ky parashikues i ka thonë, ani tregom ma kushtin edhe vazhdojmë. Sheikh Albani ka thonë, po qysh ti po e thu që e di të ardhmen? E nuk po e din kushtin që të kam vendos. Pra kushtja ka të bëjë me të ardhmen, ma trego kushtin që e kam mend më ta vonë. Dhe këtu ka përfunduar debati. Pra çdo kush që pretendon se e di të ardhmen, ai njeri është gënjeshtar dhe nuk ban të besohet, nga se besimi i këtyre njerëzve, i këtyre magjistarëve, padyshim që e nxjerr njeriu edhe nga feja. Pastaj si dobi tjetër, Allahu po thot: "Innaka lan tastatia ma sabra." Kur e ka pyet Musa alayhis salam Khidrin, se a muj me arë me ty me mësu, ka thonë, monosh, mirë po e ki të vështirë me qëndru me mu, s'ki mundësi me ba sabër. Këtu do të nxjerrim një dobi që, kur të pyetët hoxha, mësuesi, pa marrë parasysh kush, për ndonjë gjë, duhet që mi tregu gjendjen reale, për shembull. Në qoftë se dikush vjen te hoxha dhe thot, po du me mi mësu germat e Kuranit se kam motiv shumë të madh, mirë po du me mi mësu për 3 ditë. Tash hoxha mundet me bë gabim që për mos me zbras, për mos me ja hup motivin me thonë, po ja nismi, jo, duhet në fillim ja bë të qartë rrugën, shkronjat nuk mësohen për 3 ditë. Pra ka rregulla që duhet mësu. Ose dikush për shembull shkon te hoxha thot, po du me mësu hifzën e Kuranit, por ai as nuk di me lexu Kuran. Çka më thon ti? Po, jo, do të më tregu ka rregulla. Allah shpërblev për motivin. Allah të dhash dituri, Allah ndihmoft. Mirë, po njerëz do të më mësu shkronjat, pastaj do të më mësu leximin, pastaj do të më mësu tajvidin, pastaj vjen hifze. Mirë, po nuk shkojnë këto gjanat, po du. Për këtë arsye duhet që hoxha me sqaru gjendjen nxënësit ose xhamatit çashtu çysh është, pa ja bë rrafsh. Çashtu çysh i tha edhe Khidri Musait alayhis salam. Po ashtu si dobi tjetër që e nxjerrim nga kjo ngjarje është se edukatën që duhet ta ketë nxënësi me mësuesin, edukatën që duhet ta ketë xhamati me hoxhën, edukatën që duhet ta kesh ti që shkon me mësu dikon. Shikoj Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut, gjithatu dhe boni. Nuk i tha Khidrit, unë jam pejgamber i përzgjedhur i Allahut, Allahu më fol mu, gjithatu dhe kumbo, s'ki çare pa mësu. Jo. Tha, ki mundësi me mësu, a muj me arë me ty. Për këta djetarë thonë, vetëm ndaj dy persona, njeriu e ka të lejuar mu përull, para prindit edhe para mësuesit, para atij që kërkon dituri. E ne sot fatkeqësisht përulmi para çdo njanit, para çdo njeriu, para pushtetarit, para të pastrit, para kryetarit, para atij, para këtij, ndërsa mësuesin e nënçmojnë, hoxhën e nënçmojnë, prindin e nënçmojnë. Pra bashkë ndaj atyre kategorive që duhet mu për ull,
ne i nënçmojmë, ndërsa para atyre njerëzve të cilët janë sikurse ne për ulmi, për shkak se interesi i dunjas ka hyrë në zemrat tona fatkeqësisht. Për këtë nderuar vëllezër, Xhibrili alayhis salam kur ardhi te pejgamberi alayhis salam çu shol. Kur ja bën ato pyetjet e njëra, çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani. Kur ardhi te pejgamberi alayhis salam ol në xhon dhe i vendosi shuplakat e dorëve në kofsh. Pra e tregoj etikën që duhet ta ketë nxënësi përballë mësuesit. Shikoj sot uljet e xhamatit në xhamia, kur ndëgjojnë ligjërat. Ta nuk po e baj për më nënçmu, mirë po për me tregu rëndësinë dhe vlerën dhe peshën e dijes që është në zemrat e tyre. Pra nuk jemi duke e ditë, nuk jemi duke e çmu ashtu siç duhet dijen dhe ashtu siç duhet njerëzit të cilët posedojnë detyri. Po ashtu nderuar vëllezër si dobi që nxjerrët nga kjo ngjarje është sabri. Sabri është kusht për të arritur gjonat e kësaj bote. Për të arrit një punë, me çu deri në fund do të më pas sabër. Laula al-mashaqqa sada nasu kulhum. Pra po mos të ishte vështirësia, krejt njerëzit ishin bë zotëri. Po mos të ishte vështirësia, krejt njerëzit ishin bë hafizler. Krejt njerëzit kishin hyrë në xhenet. Po për shkak se duhet punë, angazhim, sabër, këta njerëz që janë të veçuar me hifz, që janë të veçuar me punë të mira, që janë të veçuar me xhenet janë të pak. Për këtë nderuar vëllezër, njeriu kur ta nis një punë, duhet me pas sabër. E çka na ndihmon neve me pas sabër dhe me na përcjell sabri deri në fund punës, na ndihmon duke shikuar në rezultatin që çon çaja punë. Për shembull, njeriu që dëshiron me mësu shkronjat e Kuranit. Tash është një gjuhë e huaj, ndoshta ka një moshë të caktuar që e ka të vështirë dhe nevojitet kogja sabër. Mirë, po çka duhet me shikuar? Kur ti mësoj unë shkronjat, çka përfitoj? Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush e lexon një shkronjë nga Kurani, i ka 10 sevape. Pa hy në hadithe të tjera. Pra 10 sevape po i përfitojsh vetëm për një shkronjë. Pra dhe kur ta kuptojsh rezultatin që e ke nëse mëson leximin e Kuranit, padyshim se ky meditim, ky kujtim i këtij rezultati ndihmon që me pas motiv edhe më të përcjell ky sabër deri në fund. Po ashtu dietarët prej dobive që i përmendin është që njeriu nuk ban mungut me i gjiku senët. Sot jemi duke jetuar në një kohë kur hala pa e ndëgju një shprehje deri në fund, një lajm deri në fund gjykojmë. Hala pa e ndëgju thënien e dikujt ndaj dikujt që fol keq, ne me njerë gjykojmë. Besimtari nderuar vëllezër, nuk gjykon ndaj diçkait pa analizuar nga të gjitha anët. Shkoj Musa alayhis salam, i pa këto ndodhi që ndodhen me Khidrin nga ana e jashtme e saj dhe u ngot dhe gjykoi. Ndërsa Khidri kur ja tregoi edhe anën e mbrëmshme të tyre, e kuptoi se ishte gabim Musai. Prandaj nuk ban mungut me dhënë gjykim, pa i analizuar gjonat prej të gjitha anëve, sepse shpesh herë njeriu mundet me shpif, mundet me akuzu, mundet me ranu, mundet me thyë ndjenjat të dikujt për shkak të pakujdesisë së tij në gjykim. Për ta Aliu ka thënë, nuk kam gabu kur në gjykim. Nga se çdo kur ka ardhur dikush me shpreh diçka ndaj dikujna, nuk e kam dëgjuar vetëm njërin palë, por e kam marrë edhe palën e dytë e kam dëgjuar dhe pastaj kam dalë me një konkluz në fund. Mirë, po jo duke ndëgjuar vetëm njërin palë e pastaj kum dhënë gjykim për palën tjetër. Ja, i kum dëgjuar të dy palë, pastaj kum dalë me një përfundim. Po ashtu prej dobive që nxjerrin nga kjo ngjarje është se njeriu nuk ban asë se fen e tij me përdor për të përfituar diçka nga kjo botë. Khidri alayhis salam kur ka qenë me Musa alayhis salam duke pritur atë anije. Aja anije ka qenë pronë e disa njerëzve të varfër që kanë përdor këtë anije për me përfitu. Pra, i kanë marrë njerëz, i kanë shërby njerëzve me para. Mirë, por kur e shohin Khidrin, gëzohen nga respekti dhe dashnia që kanë pas ndaj tij, e morën Musain në Khidrin pa ndonjë çmim. Pra fal, ja kryen këtë shërbim. Çka nën kupton? Njeriu është mirë me i bën njerëzve mirë, sidomos njerëzve të veçuar, të dalluar. Mirë, po kjo nëse bëhet nga dëshira dhe vullneti i tyre. Por nuk lejohet këtë rast, për shembull po e marr hoxhën, nuk lejohet hoxha që me përdor fen e tij për të përfituar diçka prej dunjos. Për shembull, shkon në një dyqan me ble diçka dhe thot sa kushton kjo, thot 500 euro. E çka ban? Thot po për hoxhën sa pele. Pra e përdor titullin e tij fetar për ta ulur në çmim dhe kjo nuk ban. Gjeneratat e para kur dikush thonte hajt mos je dietar, hajt mos je hoxh,
po ta lama lirë, thënë nuk e shes fen time për parët e kësaj bote. Prandaj kanë thënë selefi inna aqbaha ar-raghba an tatluba dunya bi amal al-akhirah. Synimi më i keq, më i shëmtu është që me kërku dynjan me veprat e ahiretit. Prandaj lutem Allahun e Madhreshëm të na falë në mëshiron. E lutem Allahun e Madhreshëm që të na furnizon me dituri të dobishme. E lutem Allahun e Madhreshëm që atë që e mësojmë ta praktikojmë dhe inshallah në botën tjetër të na gjendet dhe të na bëj dritë dhe sebeb për të shpërblim me xhenet. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.